Nga pala e Kosovës janë ndërprer kërkimet për 27 vjeçarin Anait Lleshi nga kisha e Hasit, i cili në orën 17 të së dielës e 6 prit shënoi kontaktin e fundit telefonik me të Hatin. Shërbimi kombëtar i kërkimit të shpëtimit malor të Kosovës njofton se kërkimet janë pezulluar deri në grumbullimin e informacioneve të nevojshme, thuhet në njoftim, ndërkohë Osman Kastrati tregon se Ajeti kishte me vete qenin e gjuetisë i cili është kthyer në shtëpi. Gjujtari që ka merakli është merak. Mundet për shembull si puna këtij djalit që i ka ndodhur kjo punë që hupi, duhet se sipas thonë që më kanë thonë që Zagari ka ngel mal. Thonë që ka ardhur nesmit Zagari në shtëpi. Normal që ka marrë uria dhe Zagarin, edhe duhet më ia vuni GPS, duhet më vuni GPS Zagarit. Po flas për ato që janë merakli. Duhet në këto raste me vuni GPS Zagarit, edhe Zagari mundet për shembull me njek, duhesh me njek Zagarin me GPS, mundet me shku Zagari te zotnia ku e kalon atë. Zotin. Se zakonisht Zagart aty ku shon për me gjujt aty vjen. Edhe kjo punë do të jetë një ide e mirë që Zagari për shembull duhet me pati GPS për me shku edhe me gjetë zotnin se aty ku ka ngel Zagari e gjon Zotin. A ekziston mundësia që mund të jetë zën nga bora qysha? Vetëm Zoti din aty nuk e di. Bora problem është se as unë ja gjon gjurmët as vetë inshallah Zoti i madh e ka në fak edhe e gjojmë, domethënë e gjojnë se nga bora ka ndodhur kjo punë. Se ka gjithë ditën. Ka gjithë ditën. Ai ka dalë në gjesa, nuk e di se kur ka dalë, po sipas dhënave që kishte marrë babën e vet thonë në telefon që jam smur, edhe aty ka qenë diçka nga dreka. Bora ka ra edhe ka humb gjurmët. Për gjetjen e Ajit Lleshit janë angazhuar banorët e fshatit së bashku me efektivat e policisë, ushtrisë dhe emergjencave civile.